Ja, ky është momenti artë të nderuar shikues. Kupa edhe në duart e Shkodran Mustafit. Kupa edhe në duart e Shkodran Mustafit. Shkodran Mustafi është futbollisti i parë shqiptar që fiton kupën e botës. Edhe pse futbollisti nga Kosovëri luajti deri në fazën e 28-s së finales ku lëndua dhe nuk mundi të ndihmojë Gjermaninë deri në fund, megjithatë ai ishte pjesë e gjermanëve që kontribuoi në titullin e kampionatit botëror. Mustafi festoi së bashku me të gjithë lojtarët gjerman dhe mori medaljen e artë të kampionatit botëror. Me një pas fesës, ne arritëm nga Shkodrani të marrim intervistë ekskluzive për programin tonë. Shkodran, urime dhe suksese, arrite të prekësh majën më të lartë të futbollit botëror, arrite të bëhesh shqiptari i parë i cili fiton trofeun më të çmueshëm në botë. Si ndjehesh për momentin? Si ndjem. Nuk kom lafe për ta diftuar se çish më thot zemra, çish më thot kreja. Është unë nuk besoj që mund të mresh nalt kaq vrek. A ke besuar që do arrish ta fitosh titullin kampion bote në fillim të kampionatit? Nuk. Nuk, ama jam i kënaqur që arritet për mua edhe për familjen time. Ku t'ja dedikon këtë titull kampion bote? Familjes. Dhe gjithë shqiptarëve me siguri. Edhe shqiptarëve, edhe në Shqipëri, edhe në Gosivar. Gjithë shqiptarët që kanë qenë me mua. Shkodran një vend tjetër udhëtosh për në vendlinje në Gostivar. Po. Me siguri do të jesh mysafir tek ne në studio. Inshallah. Ne do të dëshirojmë suksese dhe gjithë të mirat. Faleminderit. Deri tash maksimumin që kishte arritur ndër shqiptarët ishte Adrian Kozmiku, i cili me Kroacinë e pas fituar medaljen e bronzë. Derisa Admir Mehmeti u bë lojtari i parë që shënoi gol në botëror, e Gjerdan Shaqiri shqiptari i parë që shënoi hat-trick. Mustafi ka kompletuar suksesin e shqiptarëve me një medalje të cilën nuk e ka shijuar asnjëherë ndonjë bashkëkombëtar i tij. Vetëm të përkujtojmë se në vetë mundial ne shqiptarët i patëm edhe 7 gladiatorë tanë: Shkodran Mustafin, Gjerdan Shaqirin, Berin Xhamailin, Admir Mehmetin, Granit Xhakan, Valon Bekamin dhe Adnan Januzajin. Asnjëherë nuk kemi ndjerë më krenase në Brazil. Vazhdoti që në Rusi pas 4 vitesh kur do të mbahet mundiali i radhës, të kemi edhe ne kombëtarën tonë Shqipërinë ose Kosovën për servisin e dytë publik, televizionin e Maqedonisë, programin e gjuhën shqipe nga Rio de Janeiro të Brazilit, Artan Ziberi.